Paragrafi I parë I këtij teksti fillon me profecinë e gjykimit ndaj Asirisë, e cila e shtypte Judën, vazhdon me një lutje për të kërkuar hirin e Perëndisë dhe përfundon përsëri me profecinë për shkatrimin e Asirisë dhe me lavdërim. Me fjalë të tjera, lutja është përgjigje ndaj fjalës së Perëndisë. Me që Perëndia na ka dhënë premtimin e Tij, ne lutemi që ajo fjalë të përmbushet. Prandaj, ai që lutet është njeri që beson dhe ai që beson është njeri që lutet. Megjithatë, forma përfundimtare e lutjes duhet të shfaqet në lavdërim. Sepse lavdërimi bazohet në bindjen se premtimet e Perëndisë do të përmbushen patjetër. Ndërsa lutemi, ne kapemi pas fjalës së Perëndisë dhe bindemi gjithnjë më shumë për besnikërinë e Tij dhe në fund ecim drejt një jete lavdërimi. Në fund fundit, jeta e besimit është një jetë lavdërimi. Prandaj, besimtari duhet të besojë se Perëndia do ta përmbush patjetër atë që ka premtuar, pavarësisht nga rrethanat. Edhe nëse tani nuk shohim asnjë rezultat me sytë tanë, duhet të shikojmë drejt fuqisë së Perëndisë dhe drejt asaj që ai do të bëjë, dhe ta lavdërojmë atë me falënderim. Nëse lutja është rrëfimi I besimit, atëherë lavdërimi është shfaqja e sigurisë së këtij besimi që rrjedh në jetën tonë. I bekuar qoftë Zoti, sepse ka dëgjuar zërin e lutjeve të mia. Zoti është forca ime dhe mburoja ime. Zemra ime ka pasur besim tek ai dhe unë u ndihmova, prandaj zemra ime ngazëllen dhe unë do ta kremtoj këtë me këngën time. Ju keni mbarsur bykun, por do të pillni kasht. Fryma juaj do të jetë një zjarr që do t'ju glabëroj. Në vargu 11, ku përshkruhet gjykimi ndaj Asirisë e cila kishte pushtuar Judën, mund të gjejmë një mësim të rëndësishëm. Byku nënkupton diçka të kodë dhe të pavlerë, që nuk sjell asnjë dobi, ndërsa kallami simbolizon një material që digjet lehtë në zjarr. Prandaj, kjo fjalë tregon se të gjitha pushtimet dhe veprimet e Asirisë, të kryera nga laknia e saj, në fund nuk do t'i sillnin asnjë dobi, por përkundrazi, do të çonin në shkatrimin e vet Asirisë për shkak të së keqes që ajo kishte bërë. Me fjalë të tjera, dëshirat e këqija janë si kashta që digjet lehtë në zjarr. Ai që jeton duke ndjekur dëshirat e veta mëkatare, në fund do të arrijë në shkatrim pikërisht për shkak të atyre dëshirave. Në këtë mënyrë, vetëshkatrimi mund të jetë një tjetër mënyrë përmes së cilës Perëndia ushtron gjykimin e Tij. Mëkatari, për shkak të mëkatit dhe dëshirave të tij të këqija, në fund nuk mund të bëjë gjë tjetër veç se të shkojë drejt shkatrimit. Prandaj, Perëndia nuk ka nevojë domosdoshmërisht të ndërhyjë nga jashtë për gjykuar mëkatarin. Vetë mëkati e çon njeriu drejt shkatrimit. Megjithatë, Perëndia nuk I la mëkatarët të shkonin drejt shkatrimit pa shpresë, por na dha hirin e Tij për të na shpëtuar përmes Jezu Krishtit. Kur mendoj për dashurinë dhe hirin e Perëndisë, I cili më shpengoi mua, një mëkatar që nuk mund të bëja gjë tjetër veç se të shkatroja veten, nuk mund të mos e lavdëroj Perëndin.